Po për shembull, ju ke kryeministrin, i cili është kryetari i partisë më të madhe në pushtet, që vendos deputetët. Deputetët kontrollojnë me forcën e kartoneve, miratojnë gjitha ligjet e tjera. Në thelb, deputetët me që i ka mëru ky, i ka punësuar ky, nuk e kontrollojnë dot qeveri. Është qeveria, është ekzekutivi që e ka shndërruar parlamentin në zyrë notariale. Është partia që imponon qytetarëve kandidatin për deputet dhe qytetarët vetëm pretendojnë se votojnë, po në thelb votojnë ata që don kryetarët e partive. Pra i gjithë sistemi është në dorën e 2-3 individëve. Dhe interesat ekonomike shumë të fuqishme që sillen vërdall nëpër Shqipëri, imponohen kryetarit të një partie, që mund të jetë nesër kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Pra është një sistem i cili prodhon autokrat. Dhe ne dashje pa dashje si popull kemi një problem kulturor, e admirojmë autokratin. Dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe që një gjeneratë e re që pretendon që është e shkëputur totalisht nga influencat politike dhe është prodhim i rrjeteve sociale, duhet mendohet ndryshe dhe duhet mendohet për shkuar tek thelbi i problemit, jo duke trajtuar ekonominë dhe problematikat e saj. Të qytetarit ne kemi pasur sistemin. Si rikthehet qytetari në qendër të vëmendjes, sepse qytetari do të jetë ai që duhet të ketë vendimarrje. Se tani akuzove Tafani për romantik. Po, qytetari duhet ta zgjidhë vetë, duhet të ketë përfaqësim. Po pra si? Se ku Flavio, po jo, përfaqësimi është votimi. Që do të thotë, reformë territoriale, reforma elektorale. Po unë duhet votoj Flavio Qarrin dhe nuk duhet votoj Tafanin. Okej. Sepse Tafanin mua ka imponu partia. Tafani ma ka imponu partia dhe unë shkoj votoj për logën dhe unë thelb duhet votoj Flavin, por në thelb më del Tafani, deputet. Pra kjo, sepse Tafani nuk ja di për nder qytetarëve, por ja di për nder kryetarit partisë dhe është i nënshtruar sa është i punësuar i kryetarit partisë. Kjo gjë duhet marrë fund. Tashmë për të prodhuar vërtet një sistem që qytetari është në qendër të jetës politike, ekonomike të këtij vendi.